Çfarë është adhurimi? Adhurimi është kur një person e njeh dhe e pranon lavdinë e Zotit dhe tregon respekt për të duke i ofruar të gjithë veten e tij. Megjithatë, shumë të krishterë që e dëgjojnë këtë për kufizim mund ta kenë të panjohur dhe të vështirë për ta kuptuar. Pse kështu? Ndoshta është për shkak se ka një hendek midis adhurimit që përjetojmë në realitet dhe për kufizimit të adhurimit të përmendur më lart. Pyetja e vërtetë është adhurimi që po ofrojmë tani a e përfshin të gjithë përmbajtjen e përkufizimit të adhurimit të përmendur më lart? A e përjetojmë lavdinë e Perëndisë në adhurim? Për më tepër, a e njohim dhe e pranojmë lavdinë e Perëndisë dhe a i japim gjithçka atij? Një gjë tjetër që duhet të kemi parasysh është kuptimi hapësinor dhe kohor i adhurimit. Ne ndonjëherë kufizojmë adhurimin në mbledhjen e thjeshtë në një kohë dhe vend të caktuar për të dëgjuar fjalën e Perëndisë dhe për ta lavdëruar atë. Megjithatë, adhurimi nuk përfundon me ofrimin e tij në një kohë dhe vend të caktuar. Përkundrazi, adhurimi përfshin një gamë më të gjerë kohe dhe hapësire se sa mendojmë. A keni përdorur ndonjëherë një projektor me reze? Imazhi që fillon nga projektori është shumë i vogël, por ndërsa lëviz përpara dhe projektohet në mur, mund të shihni se imazhi është shumë më i gjerë dhe më i madh në shtrirje se sa imazhi fillestar. E njëjta gjë vlen edhe për adhurimin. Vendi dhe koha e adhurimit të kishës mund të duken si një video e vogël, por ndërsa anëtarët brenda saj lëvizin drejt botës, shtrirja e adhurimit bëhet shumë më e gjerë dhe më e shtrirë. Kjo do të thotë, e gjithë jeta jonë bëhet adhurim. Por duhet përmendur një fakt i rëndësishëm. Kur projektoni një imazh duke përdorur një projektor me reze, madhësia e figurës ndryshon, por thelbi i figurës nuk ndryshon. Thelbi i një të krishteri nuk ndryshon nëse ai është brenda apo jashtë kishës. Kjo do të thotë, qëndrimi ynë ndaj jetës në botë zbulohet nëpërmjet mënyrës se si ne adhurojmë Perëndin. Mund të zbatohet edhe e kundërta. Ne mund të shqyrtojmë qëndrimin ton ndaj adhurimit nëpërmjet mënyrës se si jetojmë jashtë kishës. Në fund të fundit, jeta e krishterë nuk mund të ndahet nga adhurimi në kishë dhe në jetën e përditshme. Kontrolloni dhe bëjini vetes disa pyetje. Apo adhuroj siç duhet tani? Apo ofroj një shërbim adhurimi formal dhe hipokrit? A jetojmë në botë duke thënë se nga jashtë jemi të krishterë, por në realitet, po jetojmë sikur të jemi të shkëputur nga Perëndia?